Se si në një lagje me Rom, kjo ka qenë që më ka ngelur, të cilët ishte shtruar rruga dhe ishin rregulluar gardhet, më oboret përpara ishin rregulluar dhe me një projekt uaj dhe që nga një moment gjithçka kishte ndryshuar në atë zonë dhe ne shkuam për drek në një prej atyre shtëpive që me cagatime fantastike të zonës, u këndua, u fol, u qesh, u tregua dhe jeta e tyre befas kishte ndryshuar nga një rrugë. Rruga ndryshon jetën e secilit prej nesh dhe tregon atë që ishin të vërtet. Dhe i kishte bërë ata njerëz të ndryshonin dhe të fillonin të rinin ato shtëpitë e tyre, të shijonin ato shtëpitë, e të ndanin gatimet me njëri tjetrin dhe ta bënin ato rrugë ndryshe. Njëra prej njerëzve që takova në atë kohë ishte Ina Majko. Ina Majko më bëri shumë përshtypje, e bukur, ekspresive, e dashur, e mençur, e dedikuar. Dhe tregimi i saj ishte jashtëzakonshëm për romët. Unë nuk e harrova Inën dhe kohë më pas kur nisëm me YouTube-in, e ftova dhe doja që ajo tregonte jetën e saj. Dhe ajo më tha që jeta ime ndryshoi nga i shkrimi kur ti the Ina, një romë e mrekullueshme. Sepse gjithmonë tha, unë kur e pash Angela, sepse ne mbas fjalës rome nuk e kemi asociuar, nuk e kemi bashkuar, nuk e kemi pasur kur bashk fjalën e mrekullueshme. Nuk ka qenë ky një tokë fjalësh. Ishte një romë me probleme, një romë që gjithmonë ka një tjetër epitet, po fjala e mrekullueshme mua vetë më bëri të më shkëlqejnë syt tha dhe më solli fat në jetë. Sepse po, unë jam një romë e mrekullueshme. Dhe pastaj tregoi për angazhimin e saj, që nuk kishte ardhur për shkak se unë bëra një shkrim. Nuk vjen angazhimi se ti bën një shkrim, po ngacmon diçka i shkrimi, ngacmon diçka ajo fjala, dhe ne ngacmuam te njerëzit që mund të ngacmosh diçka, tek Ina ishte e bërë. Dhe Ina pastaj kishte pasur rrugën e vet, një rrugë me njerëz që dikush i kishte hapur derën, dikush jo, dikush i kishte hapur një drejtare, po ajo kishte vazhduar. Dhe folëm në një intervistë që më la vetëm shije të mirë. Dhe ja ku jemi? Ina Majko është në listat e kandidatëve të Partisë Socialiste. Mund të ishte në Partinë Demokratike, mund të ishte në çdo parti, Ina i bën der çdo listë dhe çdo partie e kanë parë, e kanë zgjedhur, dhe po unë i them që dhe ne kemi kemi dhënë një dorë që Ina të duket, po gjithsesi duket ajo që ka për të dukur. Por duket sidomos ajo që flet. Ti duhet të flasësh. Nuk është shumë e rëndësishme, fjala është e rëndësishme.